Gati. Atëherë përshëndetje. Jam këtu për t'i shprehur ngushëllimet më të ndjera familjes së efektivit vrarë, vetëm 34 vjeçar, Enea Mekolli. Njëti ngushëllim shkon edhe për çdo efektiv të drejtorisë vendore policisë Korç, kolegëve të Eneas. Jam këtu gjithashtu për t'u shprehur atyre për krahun mbështetjen time si ministër i punëve të brendshme në këto momente shumë të vështira për ta. Gjithashtu, pasi vizitova edhe kolegun e tij Edisonin në spitalin e traumës, u sigurova nga stafi mjekësor se kanë gjithë vëmendjen maksimale dhe mbështetjen maksimale për ta trajtuar në mënyrë më specializuar të mundshme dhe sigurisht këto momente janë të rëndësishme që ne jemi pranë familjarëve, pranë familjarëve të tyre, si të Enea, si të Edisonit, për të shprehur atyre mbështetjen tonë. Dhe me kaq unë dua t'i kaloj fjalën drejtorit përgjithshëm për një komunikat që kam me ju.